Autoriteti i kontrollit ushqimor në Vlorë vazhdon inspektimet në fast food dhe subjekte të ndryshme që tregtojnë produkte ushqimore. Kontrollet kanë qenë më të fokusuara pranë shkollave dhe inspektorët po verifikojnë skadencën e produkteve, si dhe etiketimin e tyre në gjuhën shqipe, ambalazhimin e të tjerë. Semira Xhiu, kreu i këtij institucioni, u shpreh se pas përfundimit të kontrollit janë lënë rekomandimet për kance dhe nëse do të hasen shkelje, subjektet do të penalizohen deri në mbyllje të aktivitetit. Ka një përmirësim të dukshëm dhe një përpjekje të gjithë operatorëve të biznesit, sidomos të restoranteve, për të mos munguar këto kushte, kurse problemi më i madh, të cilin kemi ngritur edhe në kontrollin e vitit të kaluar, por edhe këtë vit, në gjitha proceset verbale të që kanë sjellë inspektorët tanë, vërejmë se ka mungesë për atë shoqërimit të produkteve të cilat ato tregtojnë me dokumentacionin e nevojshëm për atë certifikatave veterinare apo dhe të flet analizave që shoqërojnë produktet e tyre ushqimore. Ne në këtë herë nuk kemi ndalur më me masë administrative për atë paralajmërimi, në disa prej subjektet të cilat kanë ushtruar për para aktivitetin e tyre kemi marrë të mars, kurse për ato subjekte të cilat vazhdimisht vazhdojnë të mos jenë interesuar për të plotësuar kushtet e parashikuara në ligj, ne kemi ndalur me gjoba, kemi gjobitur deri tani 8 subjekte me vlerë 2 milion lekë dhe kemi sekuestruar në qytetin e Sarandës. Pra kemi pezulluar aktivitetin një subjekt në qytetin e Sarandës. Kontrollet do të vazhdojnë edhe në subjekte të cilat kanë aktivitet tregtar të gjerë, si dhe do të shtrihen në çdo pjesë të qytetit të Vlorës.